Atëherë mbledhjen e deklarojmë të hapur. Kemi përpara rendin e ditës për cilin Bashkia Kavaj ka paraqitur Këshillin Bashkiak nga ana e kryetarit bashkisë dhe përfaqësuesit të bashkisë. Përveç tjerave është paraqitur dhe një projekt vendim për dhënien me qira të një ambienti që është paraqitur nga Drejtoria e Zhvillimit Urban dhe Pronave. Lidhur me këtë, kryetari i bashkisë kërkon që të heqim dorë nga kjo pikë, nga rendi i ditës, dhe rendi i ditës përfundimisht mbetet projekt vendim për miratimin e numrit maksimal të punonjësve të bashkisë Kavaj, institucionin varësi dhe njësive administrative, si dhe miratimin e nivelit të pagave e të shpërblimeve për punonjësit dhe personat tjerë të zgjedhur ose të emëruar, paraqitur nga Drejtoria Ligjore dhe Shërbimet Mbështetëse. Projekt vendimi i dytë është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, projekt vendim për miratimin e paketës fiscale. Dhe projekt vendimi i tretë është për miratimin e buxhetit. Pra, me ndryshim nga njoftimi që keni lidhur me rendin e ditës, paksojmë projekt vendimin që lidhet me dhënien në përdorim nga Bashkia të Ambienteve me qira. Pra, kush është dakord me rendin e ditës të ndryshuar? Miratohet. Atëherë për procedurë, lidhur me projekt vendimin, pra projektet paraqitur nga Bashkia, i japim fjalën kryetarit bashkisë për të bërë një përshëndetje dhe një përmbledhje të projekt vendimeve. Do më lejosh një minutë para se të bësh kryetari i bashkisë, është drejt asaj. Po. Problemi është që kam ju tek orari i takimit të Këshillit Bashkiak. Komi sot da ora 14. Përshëndetje gjithë qytetarëve të Këshillit Bashkiak të Kavajës të Madhe. Kjo është buxheti i parë për 2016 për një bashki afro 85.000 banor, për një bashki afërsisht 25 km për qytet. Sigurisht është e vështirë, por nuk ka gjë që nuk e dalin. Sot i them gjithë dhe ju dhe gjithë qytetarëve të Kavajës që buxheti total i bashkisë Kavajës është 9 miliard e gjys lekë. Për 4 miliard e 150 milion janë të ardha tona dhe 5 miliard e 320 milion janë nga grandet të ardha. Në këtë buxhet të madh kemi shumë punë dhe shumë projekte të reja për vitin 2016. Një nga prioritetet më të mëdha të këtyre projekteve, ne kemi ndërtimin e madh të parkut, që sot është reparti shtarak, me një vlerë $20 milion. Ky park do të realizohet në 3 vite. Në këtë park shumë shpejt dhe shumë për pak ditë ose për pak muaj fillon fillimi një stadiumi të ri. Jo, mos e keq kuptojmë stadiumin e Besës, një stadium me 3.000 vende ule që do ta bëjnë, ja shikoni dhe parkun, që do jetë një investim nga Federata e Futbollit, stadiumi. Pastaj, se s'do ta zgjidhë shumë se do të jap dhe fjalën drejtorëve, kemi rekonstruksionin e xhamisë, që me shpresë Zotit shumë shpejt të fillojë. Kemi rrugën Princ Topia, dalë Kavajës ka filluar më tash. Dhe gjëra më kryesore që sot në buxhet Bashkia Kavaj dhe Këshilli Bashkiak do ndajë 1.3 miliard lekë vetëm për pastrimin e kanaleve Kullus. Pra, kjo është një fond tepër i majshëm, tepër i madh për pastrimin e kanaleve Kullus të gjithë njësive që për shumë vite e kanë pas problem. Mendoj me një fond për 1.3 miliard për 10 vjet të gjithë njësisë të kenë probleme më. Kemi një shumë projekt, shumë të madhe, shumë madhështor dhe shumë qytetarë nuk e mund ta besojnë. Provojnë lehtësisht ta kthejmë një shëtitore, një port të vogël për qytetin e Kavajës,
që kjo prua për shumë vite ka përmbyt shumë fshatet Kavajës, si Riga, Staniri etj. Ky prua fillon për pak kohë me një vlerë 7 miliard lekë. Të shumë po marr vetëm investimet e mëdha, s'po marr investimet e vogla, të do jap fjalën drejtorit. Kemi ndërtimin e qendrës Dogolemit, një qendër shumë të bukur, që prej shumë vitesh qytetarët e Golemit e kanë pritur. Kemi hyrjen e Luzit, një hyrje, një zgjerim rrugë trotuar dhe rrugice dhe korsi biçikletësh, siç e kemi në dalet Kavajës. Kemi hyrjen e Shtordhërit nga shtëpia e Kuqe deri në komunën Helmës. Kemi kemi edhe zgjerimin e rrugës Vërëzenit. Gjithashtu, siç po shikojmë edhe në videoprojektor, kemi 4 ose 5 lulishte shumë të mëdha, që do të jetë një mbrapa xhamis, një të hyrje e qytetit dhe tjetra është çezmja, te Angjesia. Tash me pak llafe që buxheti i Bashkisë Kavajës të Madhe do të jetë shumë i kënaqur për të gjithë qytetarët e Kavajës. Tash siç e disa këshilltarë kanë në kohën e limituar, do t'ja jap fjalën në kryetarit të Bashkisë Thamajt për të shpjeguar ta detajet dhe pastaj Thamajt do të kaloj fjalën e përdrejtorit. Ju falenderoj shumë dhe shkoj marrë gjërin. Pra është viti i parë i funksionimit të Bashkisë Kavaj dhe unë po lexoj deklaratën e misionit dhe vizionit të Bashkisë. Misioni i Bashkisë Kavaj është arsyeja e ekzistencës dhe funksionimit të Bashkisë Kavaj dhe përfshin aspekte të zhvillimit të aktiviteteve, të vlerave dhe të objektivave të saj. Bashkia Kavaj harton dhe zbaton politika për zhvillimin e veprimtarive komunale, si pastrimi, gjelbrimi, ndërçimi i qytetit në të gjithë territorin nën jurisdiksionin e saj. Harton dhe zbaton politika që nxisin rritjen dhe zhvillimin ekonomik, që mundsojnë zhvillimin e biznesit vendas dhe tërheqjen e investimeve të huaja, që garantojnë konkurrencën dhe një treg të sigurt, që sigurojnë një zhvillim të qëndrueshëm me perspektivë të burimeve ekonomike të hapësirës territoriale në jurisdiksionin e saj, që nxisin bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar. Harton dhe zbaton politika për mbështetjen e prodhimit bujqësor, duke bërë të mundur futjen e përdorimin e teknologjive të reja në bujqësi, organizimin e kooperimeve të prodhuesve që tregtojnë vetë produktet e tyre në ndihmë të standardeve të organizimit të përbashkët të tregtit. Vizioni i prezantuar këtu është zhvilluar mbas konsultimeve me segmentet e komunitetit. Është synuar të përcaktohet një vizion i cili të zhvillohet dhe të pranohet nga sa më shumë aktorë dhe grupe interesi, dhe i cili të jetë një përshkrim i të ardhmës së preferuar ekonomike të qytetit. Ky vizion tenton të jetë një ëndër, e cila i ka rrënjët në realitetin natyror, gjeografik, ekonomik, historik e kulturor të Kavajës. Ai synon të përmbush pritshmërinë dhe aspiratat e komunitetit dhe të përcaktojë një drejtim të qartë për zhvillimin e qytetit, dhe ne besojmë se ai përmbledh në mënyrë realiste dëshirat dhe kapacitetet e këtij komuniteti. Ne synojmë që këtë vizion ta ndajmë në vazhdimsi me grupet e komunitetit në mënyrë që ai të pranohet edhe më shumë dhe të kthehet në një udhërrëfyes drejt realizimit të këtij ideali. Vizioni do të jetë objekt i vlerësimit të mëvonshëm nga komuniteti dhe vendimarrësit e Bashkisë Kavaj për të reflektuar ndryshimet e vlerësimeve, dëshirat dhe rrethanat. Me këtë vizion në mendje, ne duhet të punojmë për të zhvilluar qytetin dhe për të rritur cilësinë e kushteve të jetës. Kavaja, vendi i preferuar për zhvillimin e jetës në të gjitha aspektet e veprimtarisë njerëzore si biznes, kulturë, art, sport e tjerë. Ky vizion reflekton në faktin që Kavaja ka një mjedis social të qëndrueshëm. Është pjesë e hapësirës toksore kontinentale të Republikës Shqipërisë, eventualisht antare e BE-s. Ka një vijë bregdetare të shtrirë që lejon zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe aktiviteteve të tjera detare. Lidhje rrugore dhe kurrëdore me pikat kryesore strategjike që krijon lehtësi dhe siguron kushte të përshtatshme në burime dhe infrastrukturë të nevojshme për zhvillimin e biznesit. Hapësira territoriale e saj
bën pjesë në ulësirën perëndimore bregdetare, e cila favorizon zhvillimin e bujqësisë dhe të industrisë që lidhet me të. E ka një klimë të butë dhe të shkëlqyer mesdhetare me 250 ditë diell. Me parimet e këtij misioni dhe këtij vizioni, stafi i Bashkisë Kavaj hartoi edhe buxhetin e vitit 2016 të Bashkisë Kavaj. Të nderuar këshilltar, buxheti i vitit 2016 është hartuar në frymën e ideve të programit të kryetarit të Bashkisë së Kavajës 2015-2019 shpalosur përpara qytetarëve. Buxheti i vitit 2016 është hartuar duke marrë në konsiderat të gjithë mekanizmat e buxhetimit me pjesëmarrje, siç janë përtasimi i qartë i objektivave sektoriale, vendosje e prioriteteve mbështetur në nevojat dhe kërkesat që vijnë në mënyrë të drejtë për drejtë nga qytetarët, si dhe mbajtja në nivele optimale e raportit kosto-rezultat, duke pasur parasysh edhe menaxhimin e politikave të programit. Ky buxhet ka disa karakteristika dhe veçanti krahasuar me të gjithë buxhetet e mëparshme, të cilat po i radhësim si më poshtë. Është i pari buxhet i Bashkisë Kavaj pas realizimit të reformës territoriale në Republikën e Shqipërisë. Përfshin buxhetin e Bashkisë Kavaj Qendër, bashkuar me eksperiencën e buxheteve të njësive administrative, ish komuna. Parashikon shtesën e vërmëtarive për shkak të zgjerimit të territorit dhe specifikave të vërmëtarive nën jurisdiksionin e bashkisë. Parashikon shtesën e funksioneve për shkak të transferimit të këtyre funksioneve nga qeverisja qendrore. Buxheti i vitit 2016 parashikon mbështetjen financiare për të gjitha veprimtaritë jetësore që zhvillohen në territorin e bashkisë, ashtu siç parashikohet në deklaratën e misionit dhe vizionit. Buxheti i vitit 2016 do të ketë në konsiderat reflektimin e politikave fiskale që do të aplikohen gjatë vitit 2016 dhe ndikimin e tyre në përmbushjen e objektivave, reflektimin e politikave të zhvillimit nëpërmjet nxitjes së artimit të programeve, projekteve dhe planeve në fushat prioritare, ndryshimet strukturore të parashikuara për vitin 2016, prioritetin e shpenzimeve kapitale sipas programeve të zhvillimit të bashkisë, realizimin e shpenzimeve në përmbushjen e funksioneve. Programi financiar për vitin 2016 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe shërbimeve në vite dhe në objektivin për rritjen e standardeve dhe cilësisë të tyre. Teknikat e përdorura në hartimin e buxhetit janë: përgatitja e buxhetit bazuar në program, përgatitja e buxhetit të balancuar. Parashikimi financiar për vitin 2016 përfshin parashikimin e të ardhurave, parashikimin e shpenzimeve dhe treguesit e buxhetit në total, i cili paraqet një gërshëtim të të gjitha burimeve të financimit dhe shpenzimeve gjatë vitit buxhetor. Të ardhurat e Bashkisë Kavaj përbëhen të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhurat nga pagesat dhe përdorimi i aseteve të bashkisë apo dhe strukturat e varësisë, transferta e kushtëzuar, transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike. Funksionet e reja që i transferohen Bashkisë Kavaj janë: shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, personeli mësimor dhe jo mësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jo mësimor në arsimin parauniversitar, ndërtimi dhe mirëmbajtja rrugëve rurale, administrimi i pyjeve, ujitja dhe kullimi. Funksionet e reja do të financohen kryesisht nga transferta specifike. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2016 vijon të ketë në vëmendje fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritar, si punë publike, arsim, shërbim social, procedura buxhetimi të fokusuara tek produkti i rezultati për çdo program, zbatimi rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për paga, planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje,
Parashikimi i shpenzimeve për vitin buxhetor 2016 është bërë duke ruajtur raportet të drejta midis përbërësve të tyre teknik, si shpenzimet kapitale, shpenzimet korrente, shpenzimet operative. Të gjitha shpenzimet për vitin 2016 do të realizohen nëpërmjet programeve si më poshtë: shërbimet publike, infrastruktura rrugore, arsimi parauniversitar dhe edukimi, programi i transportit, kujdesit social dhe solidariteti, kultura dhe turizmi, rinia dhe sporti, administrata vendore, rendi dhe mbrojtja civile, ujitja dhe kullimi pyjet dhe MNZ, pra mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, dhe programi për strehimin social. Këto programe bëjnë të mundur realizimin e funksioneve të Bashkisë Kavaj si më poshtë: arsimi, kultura dhe turizmi, rinia dhe sportet, administrata vendore, infrastruktura rrugore, shërbimet publike, kujdesi social dhe solidariteti, transporti publik, rendi dhe mbrojtja civile, ujitja, kullimi, mbrojtja nga zjarri, pyjet. Gjithashtu në projekt buxhetin e vitit 2016 janë parashikuar në përputhje me ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë edhe fondi për emergjencat civile, fondi rezervë dhe kontingjenca, të cilat do të përdoren për raste të veçanta, natyrisht me vendime të Këshillit Bashkiak. Kjo ishte një përmbledhje e shkurtër e projekt buxhetit të Bashkisë për vitin 2016. Detaje, prioritete, specifikime dhe shifra të ardhura e shpenzimeve mund të japin edhe drejtorët dhe specialistët përkatës për çështje ekonomike në bashki. Të gjithë përbërësit e buxhetit dhe zbërtimin e detajuar të tij e keni edhe në materialin që është përndarë të gjithë këshilltarët. Atëherë drejtori i tatimeve lidhur me paketën fiskale. Të ndërruar këshilltar. Paketa fiskale për vitin 2000. Ngrejo thëmë ngrejo, nuk dukesh. Ngrejo, s'dukesh atë. Paketa fiskale për vitin 2016 është realizuar nga gjithë drejtoritë përkatëse të Bashkisë së Re Kavaj. Duke pas ndryshimet ligjore të sfundit në dhjetor të 2015-s, ligji 142 ka bërë dhe disa ndryshime në paketën fiskale. Por megjithatë ne jemi të bindur që biznesi e ka përkrah të mendim dhe këtë ligj, ndryshimet e ligjit, dhe jemi parapruar që të marrim një relacion ose marrëdhënie bilaterale ndërmjet biznesit dhe taksave që kemi vendosur. Ka pasur ndryshime të taksës të ndërtesës për prodhuesit. Megjithatë ne kemi propozuar dhe në paketë fiskale që të ketë 20% ulje të kësaj tarife, të kësaj takse. Gjithashtu edhe për taksën ndërtesës, si dolim në fushat elektorale, për një ulje gati 30%, duke pasur parasysh dhe humbjen që krijon Bashkia Kavaj me këtë taksë, kemi pretenduar që dhe argumentuar aty që 20% ulje. Pra, në qoftë se një biznes i Kavajës ka 300 lekë metër katror, ne propozojmë një ulje 20% që shkon ke 240 lekë metër katror për bizneset tregti dhe shërbime. Ka tarifat e tjera që gjithë drejtoritë kanë të ardhur që krijojnë të ardhur, to tarifat janë pasuruar më së realisht. Tarifat e zënës hapësirës publike apo tarifat e tjera, si dhe nga ana policisë bashkiake për gjobat, për shkeljet dhe detyrimet, të gjithë to bëjnë paketa fiskale unike për gjithë territorin e ri të Bashkisë Kavaj. Argumentet duke na lënë dhe ke relacioni shpjegues, në qoftë se keni lexuar paketa fiskale, e gjitha është e bazuar në ligj, në një pyetje në diçka që mund bëni, mund të japim shërimet më të teshme, megjithëse edhe me grupet e komisionet ekonomisë apo me komisionet ligjore diskutuam, e kishin lexuar pretendimet, ju a tham. Kështu që kjo është gjë. Atëherë lidhur me strukturën. Paraqitur për vendimin lidhur me miratimin e numrit maksimal të punonjësve të bashkisë në institucionet në varësi, zonjësive administrative dhe për miratimin e nivelit të pagave.
Tani siç jeni në dieni që me ligjin 30 të vitit 2015 është u bën ndryshimi i ligjit 86/52 dhe me ligjin e tanishëm që është përgjithësuar 86/52, ligji numër 139 të vitit 2015, nga ana e Këshillit Bashkiak miratohet vetëm numri i përgjithshëm i punonjësve. Dhe nga ana e kryetarit të bashkisë miratohet me pas një urdhër brendshëm i cili bën specifikimin e këtyre pozicioneve të punës. Tani, viti 2016 është një vit pak më i vështirë dhe pak më i kompleks në krahasim me kompetenca që ka patur bashkia, duke qenë se kemi edhe transferim të disa kompetencave të tjera. Siç tham, kemi transferimin e arsimit parashkollor, që tani kemi dhe kopshtet, kemi shërbimet mbështetëse në arsimin bazë, kemi shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm, shërbimin e zjarfikësve, shërbimin kryor dhe atë të udhëheqjes dhe të kullimit. Pra nga ana jonë është paraqitur numri maksimal i punonjësve në nivelin 628 punonjës, si dhe pagat në përputhje me VKM, që është VKM-ja numër 16/19/2008 i ndryshuar. Atëherë, lidhur me komisionet, Komisioni i Ekonomisë lidhur me buxhetin. Komisioni i Financës dhe Ekonomisë u dorënora një nga sekretarja e Këshillit Bashkiak, u patën kontakt si me drejtorin e shtatim taksave, ashtu dhe drejtoreshën e financave, diskutuar për sër problemesh, edhe arritën përfundimin që kjo paketë që adresohet Këshillit Bashkiak sot është punë voluminoze, dhe në thonë drejtën ne qeverit profesionit, e kuptoj se sa ka punuar Adi bashkë me Thomanj, për të arritë këto nivele sot. Diskutimet patën nga Zoti Mundaldiu edhe kolegun tjetër për disa taksa, të cilët u marrë sqarimi, edhe ishin mendimi që dy taksa pa të diskutuar ishin pa ndryshuara edhe nga shpjegimi që bëri drejtori i tatim taksave. Unë s'kisha asgjë për ta drejtuar drejtorin, sepse fola me të, edhe ai drejtoja isha se kuptoj edhe filozofinë e punës që kërkon është ulja e kostove për qytetarët dhe thrisë cilësi shërbimeve, edhe do të arrisë në objet maksimizimit të eficiencës për burimin njerëzore. Edhe dhe pyetoj, cilat do të jetë metoda për të arritur eficiencën e burimit njerëzor për të arritur rezultate. Së dyti, edhe një detaj që diskutuam bashkë është që ju keni realizuar planin vitin e kaluar në 96%, për mua është sukses, në kusht aty që vëllai vendi jon, do në është punë voluminoze që arrit deri këto moment. Cilat janë mënyrat edhe sa keni ju element pashfryzuar për të arritur të lloj objektiva që keni vënë vetes. Të arrisë të mundosh 414 milion lekë treja, thonë është sfidë, janë objektiva kurajoze, por asgjë s'ka që s'arrihet, me punë për kushtim arrihet. Për sa i përket buxhetit, unë diskutova edhe me Adit, kuptohet që janë zërë të ndara si pas ligjeve, edhe zë kjo ishe konform ligjshmërisë, por ai që mbetet, detyra kryesore, detyrat e tatim taksave, se gjithë ato objektivat që përmend edhe kryetari i bashkisë, gjithë projektet janë për të vazhduar, një pjesë e mirë vjen edhe nga burimet e vetë bashkisë. Pra është puna që do të bëjë detyria e tatim taksave këtë vit. Ajo kërkojmë Thomaj është që të realizojë këto objektiva jo në masën 96%, se përdesën thotë që ka hapësira të realizojë 100%. Kjo është ajo që ne evidentuam bashkë këtë. Komisioni Drejtoria Ligjore, pra komisioni dëgjim lidhur me situatën për komisionin ligjor. Gjithashtu dhe pa qartësi për sa i përket miratimit të numrit maksimal të punonjësve të bashkisë Madhe Kavaj. Jemi të mendimit që duhet të kaloj. Pa qartësi dhe kontestime nuk ka për sa kohë se ky është thjesht në parim dhe përcakton numrin maksimal. Vendimet pra më detajuara do merren nga bashkia vet, nuk është se mbetet dorë. Atëherë kryetarët e grupeve, ne që lidhur me qendrimin e grupit socialiste, për të tre projekte. S'kam shtem se mbështes para forsin si betimin edhe zonën, se kjo është një punë voluminoze që ne e kemi bërë dhe dim se ç'a është bësh buxhetin. Ne jemi dakord se janë në parim, pastaj do të bisedojmë gjatë diskutimit. Jo, gjatë diskutimit. Tash jemi dakord në parim, po do të diskutojmë pastaj për gjëra që mund të kem gjithsesi ose
edhe ne. Po, atëherë Rodena për grupin e... Po, në cilësinë e kryetares grupit Lëvizje Socialiste për Integrim, grupi ynë është i mendimit që duhet ta mbështesë dhe t'japim miratimin për projekt buxhetin e 2016-s, pasi si e shikojmë është një projekt buxhet mjaft ambicioz dhe me zërat që përfshin prek nga afër, të jenë në ndihmë të disa kategorive sociale, por edhe nevojave për përmirësim të infrastrukturës, të rrugëve, të gjelbërimit e tjerë. Prandaj unë i bëj thirrje dhe të gjithë anëtarëve të Këshillit për ta miratuar në zëri gjithë këtë projekt buxhet. Po, atëherë të rënderit Rodena, fatbat lidhur me qëndrimin e grupit tuaj, Belba? Pjesë e paketit fiskale që më ka ky material në nga sekretari e bashkisë. Nuk po them është një paket volumoz dhe ti kapësh në detaj, u them që mund të ketë edhe kur ka volum më mund të ketë disa gjëra që mund të jenë pa qartë, dhe unë them që grupi i punës që është marrë me fjalë me të komisioni i financës, gjykoj që kanë studiuar dhe kanë përpiluar në mënyrë detaj për detaj edhe ato pika që mendoj që janë të paqartë. Vetëm thjesht ku thon kisha një pyetje ku thon bazimi i taksave, gjykoj që është marrë nga pjesa e taksave në vit më parë, nuk e di po sepse nga kjo është një studim i ri, po vetëm te pikë nuk kam një vendim ose të qymë një formulim për më parë se sa ka qenë taksë më të qymë për disa subjekt ose të qymë në përpunuesve apo të takave apo të trojeve. Pra, them që projekti është goxha volumos dhe them që është struktur me duke sigurisht detaje. Unë gjykoj që duhet miratohet sepse kjo është një punë shumë e madhe, kjo është për mirën e qytetit. Edhe çdo mundësi të vogël mund të ketë që të përmirësohet. Bashkisë lidhur me këtë projekt vendimi. Po. Lidhur me punën e bashkisë, unë them ndalje në zgjidhje bashkiake do të ishte veçantë. Çdo bashki do të kishte numrin e vet, janë bashkë të katër njësi. Tash më fal tash problem. Ne nuk mund ta qojmë më tash ti. Nuk mund ta qojmë sot, nuk mund ta qojmë tash ti që do të ndajmë. Nëse ne ndajmë, më jemi një. Tash i quhet bashkia më Struktura është e bashkisë. Struktura quhet bashkisë Kavaj. Por mos harrojmë se kanë ardhur edhe drejtori të tjera. Flasim numri punonjës është edhe me zerfiksën, është me kopshet. Pastaj nëse ti do të specifikojmë ti ndajmë ti japim ndara. Por nuk mund të themi më kështu sepse një bashki jemi. Pra nuk mund të themi që do bëjmë një qendër, këtu që do bëjmë. Ne quajmë çdo gjë që bëhet në bashkinë Kavajës. Po fillum ti ndajmë, jemi akoma nga ajo e vjetra, komunat. Pra ne do të heqim atë idenë që s'ka më. Bashkia Kavaj. Edhe mund ta thash para, Bashkia Kavaj për mbledh 85.000 banor me një vit. Po fillum i ndaj edhe njerëzit kujtojnë, qytetarët kujtojnë akoma konceptin komunat, s'ka. Kupton? Do është më e bukur kur i mbledh. Recep struktura paraqitet nga bashkia dhe është e drejtë e bashkisë, pra të paraqet strukturën si bashki. Pastaj lidhur strukturën apo bashkia, numrin apo qytetar. Numri i punonjësve paraqitet nga bashkia si bashki. Dhe jo pastaj ato punonjësit kemi nevojë. Në çdo njësi ne kemi shtu, kupton, nuk është se atë ka marrë ose pse pasura se të shtu, s'ka problem. Tash ne punojmë të devim bazë vendit punës, bazë funksionit, mund të shkëmbejë kom kot. Janë taksa paguesi paguajnë të Patemi që të ndajmë absolutisht jo, sepse ne dimë që është i bashki. Por pozicionet e punës për çdo njësi administrative dhe për bashkinë, ndash bëjë edhe gjithë bashkë, duhesh të caktuar, për shembull, zyra policisë, se ky është numri i përgjithshëm. Ktu e ka xhepi. Nëse ju doni ju ja japim me letër, po s'ka problem fare. Ktu e ka xhepi dhe unë këtu. Kjo është për ju apo për qytetarët? Qytetarët ka vajzë, nuk intereson. Qytetarët sa intereson të vazhdojmë projektet dhe të mbarojmë kaq. Jo, mos i ngatrojmë. Se ka më shumë goleme, ka më pak luzi, nuk ka as edhe problemi. Ku ka nevojë? Nuk ka të bëjë, kjo është një numër total që do të qetë 39. Për njësia administrative.
Ta marrë këtë se... Po. Tash në 139, këto duheshin ndarë të specifikuar jo me persona, por me pozicione punë. Po pra, nëse intereson juve, ne po ja ndajmë me letra për bim çdo qytetari. Po qytetarët Kavajës nuk më merr më që intereson shumë sa jurista do të ketë golemi. Pra, këtu intereson puna që do bëhet dhe projekti të zhvillohen. Kjo është kryesore. Ne shqiptarët nuk do të di, por ne normalisht do të mirë specifikuar. Po pra, nëse doni më bëj, nuk ka problem fare. Tash kjo është një çik pa që ka qenë volumi i madh pune, se ne shohim që është volum goxha i madh dhe ndoshta të lënë e numrit maksimal. Jo, do votohet, ishte diskutim. Atëherë ju ftoj për votim. Miratohet projekt vendimi për numrin e punonjësve të bashkisë. Atëherë kalojmë në projekt vendimin për paketën fiskale. Po më çmerr Tahirin bëj numër të saj. Ha? I kalon të treja, nuk s'është nevojë të përsëritet. Si Ahmet klubin e kalon gjithë parim. Dakor. Recep, keni me rakë? Lidhur me paketën fiskale. Po. Në pas për përsesën e varë. Për shpi parlimin po them ka që është 2.5 aty tjetë 2%. Ka një vendim të Këshillit të Ministrave që ne nuk ulemi në minimum. Dgjoj, është bashkia si është lënë drejt deri në 20% të ul. Pra, nuk mundet të dalim jashtë. Ne kemi ul sa na takon 20%. 20% lejon kryetarin e bashkisë të ul. Ajo është në VKM dhe nuk lëviz. Është vendim qeverisë. Atëherë kalojmë në pikën e tretë renditës. Është projekt vendimi për miratimin e projekt buxhetit bashkisë për vitin 2016. Atëherë Meçe. Tash ne parimi dakord thamë dhe urojmë suksese kryetarit, inshallah do të bëjë gjithë këto realitet. Më duket çik si Meçe, projekte ka shumë. Jo, pra do të ka shumë më Por mos ngatërrojmë çfarë do bëj bashkia, çfarë do vinë në fondet e qeverisë. Mos ngatërrojmë të gjëra. Do vijë bashkë po. Dhe po ja them dhe zëtohem para gjithë këshilltarëve, gjithë qytetarëve të Kavajës se këto projekte realizohen. Tash ti unë thash, këto duhet. Kemi dhe shumë projekte të tjera që i keni në letër, unë si thash, i keni në buxhet. Është shumë rrugica dhe rrugë. Inshallah filloni realizoni Atëherë Rovena në emër të grupit për projekt buxhetit dyqësore që lidh barlemin me plebat. Rruga dyqësore nuk e ka bashkia, ka drejtoria rrugëve. Atë mund të interesojmë ne dhe kena bërë projektin e kemi çuar atje dhe them se ka marrë shumë herë atje, por nuk e ka bashkia. E ka drejtoria rrugëve. Ne mund të nxisin që ta vazhdojmë më shpejt, por nuk mund të veprojmë. Që le t'japim Po, Rovena? dhe stafu të tim mundësinë që ta zbatojë në mënyrë sa më korrekte. Për projekt buxheti. Ambicioz dhe jemi ne që një vit ullon do të kërkojmë këtë llogari. Patjetër. Për realizimin po. Për realizuar. Po. Atëherë Belba, grupi juaj për projekt buxhetin? Unë jem ndoshta disa të tjerë që pjesëmarrën, të thonë që pra jem për e parë që shohim këtë projektin për buxhetin 2016 që kompleksiti të mirëpër, por uroj sukses kryetarit. Shpresojmë bëj sa më shumë punë mirë. Atëherë në emër të grupit, të unifikuar mendimin, qëndrimin tuaj, dakord. Po, atëherë Ahmet lidhur me grupin Reçi Mullaliu Tefa. Po, patjetër, absolutisht. Në këtë zonë sa është numri kemi një për llogaritën të punësimit që sjellë projekt buxhet, e para dhe e dyta, për sa i përket ujësisë së kanalizimeve, ne Kavaj e dimë gjithë se jemi gjithë qytetar Kavajës dhe kemi jo më shumë se 2 orë ujë në ditë. A kemi ndonjë projekt ambicioz? Tash prioriteti i bashkisë Kavajës duke qenë se në projekt buxhet nuk shikoj vetëm rekonstruksionin e digës së liçenit Maskuris dhe rrjetin ujësisë kanalizimit njësim administrative Luzbollën. Këto janë dy pikat më kryesore që Tash ta shpjegoj unë. Ju e dini shumë madhështor për 5 miliard lekësh që shumë shpejt do realizohet për sistemimin e digave të Maskurisë. Sa i përket ujit pishëm ka prej 8 muaj që ka filluar nga Çerma dhe është në drejtim të Durrës, pra nga në Çermë rrugë Durrës. Dhe afati i punimeve ishte 18 muaj. Pra, mendojmë që edhe për pak muaj Kavaja do jetë me ujë të pishëm, nuk them 24 orë, por do ketë ujë të bollshëm për gjithë qytetin. Dhe
Gjithashtu, rezervari i maskurisë nuk do t'i japi më Durrësit. Se deri tani kontratët e vjetra kanë qenë me Durrësin që gjysmën ja kaloshin Durrësit. Me sistemimin dhe me rregullimin e maskurisë nuk ka për të marrë më Durrësi që do t'i kthehet në drejtim Golemit. Pra mendoj që ka vajtë të ketë për pak muaj ujë të bollshëm për qytetin. Po, atëherë lidhur me projekt vendimin për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2016, juftoj ta votojmë. Miratohet.